nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Kur afrojnë festat e 7 dhe 8 marsit, vetë ju do t'i drejtohemi figurës së gruas. Jo thjesht për të ravizuar një portret të shpejt me disa kontura të thjeshta, jo. Për të evidentuar, do të thosha, tiparet e qëndësishme të tyre. Për të ngulmuar tek shpirti, tek pasioni, tek puna e përditshme, tek ajo që i bën të veçanta secilin prej personaliteteve të grave, secilin prej grave të thjeshta dhe punëtore që hasim rastësisht apo që e dallojmë vazhdimisht në ditën tonë. E ftuara ime sot është një mësuese, por jo vetëm mësuese. Ajo është e njohur edhe për te mureve të klasës dhe mureve të shkollës, me veprimtarinë e saj të fjalës, të prezantimit apo të veprimtarive të tjera. Quhet Gentiana Dani Daka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Genta. Mirë se u gjeta, Merit. Për më tepër, Gentiana është pjesë e Radio Shkodrës në vite, ndaj unë në pyetjen e parë s'ka si të mos e bëj, si ndjehesh sot në këtë rikthim, në këtë mëngjes, në mikrofonin e radios. Shumë emocionume, me të thënë vërtetën, edhe në momentit kur po ngjisja shkallët e radios, unë u ktheva pas në kohë, mu duk vetja ajo Gentiana 20 vjeçare në fillimet e mia. Pastaj u futa në studio, takova ish kolegun tem, teknikun e radios, Muhamet Basha, me cilin biseduam edhe për ato përjetimet tona dikur, kënaqësi e veçantë, po ndihem edhe një herë si Gentiana atëherë. Me komoditet me ju këtu në studio. Faleminderit. Ndërkohë, duke qenë një mësuese përballë nxënësve, një mësuese në shkollën 9 vjeçare Ndremjeda. Si po përjetohet afrimi i festës 7 marsit? Fillimisht unë sjell për ju dhe për stafin tuaj dhe për emisionin tuaj përshëndetje nga drejtoria e shkollës Ndremjeda, zonja Nevila Zhabiaku. Faleminderit Nevil, të përshëndesim. E banit munun prezencën time këtu, dhe sigurisht një përshëndetje dhe nga të gjitha koleget e mia, sepse kur themi shkolla Ndremjeda, unë gjithmonë e shoh punën time të lidhur ngushtë me koleget. Sepse ne përjetojmë të bukurat dhe vështirësitë e profesionit, dhe nëse ne përfundojmë një ditë normale, për ne është një 7 mars. Sa bukur e thua. Dhe ndërkohë që 7 mars i vetë është një fest, dhe sigurisht bashkëpunimet tona kanë filluar dhe peshën kryesore në këto ditë e mbajnë mësuesit e artit, mësuesja e edukimit muzikor, e artit pamor dhe e teatrit. Na ka ndihmu shumë edhe bukuria e motit këtë fund shkurt dhe fillim mars, dhe mësuesja e pasionuar e muzikës Alida Banushi i pret nxënësit me tinguj muzikor kushtuar festave të 7-8 marsit. Dhe është bukur kjo, bashkë me përshëndetjen e rrezeve të diellit, me të përshëndetje dhe me këngë, shumë bukur, është një atmosferë e këndshme. Ndërkohë që mësuesja e artit pamor, mësuese Mirsa, është i disati vit me radhë që me nxënësit po realizon një projekt me dedikimet për mësuesin dhe për figurën më të shtrajt dhe më të shenjtë tonë, nanat. Dhe ndryshe nga që na mësumi pa këto projekte, ajo po i realizon në sapuna, po është shumë interesante, dhe në fanela të bardha, dhe të shikosh fëmijët se sa me pasion punojnë. Se aktivizohen pikrisht tek materiali, por tek ideja, ajo që të nxit. Ndërkohë është edhe një projekt tjetër, po i artit pamor, me nismën e Ministrisë së Arsimit, është mësuesi im, është figura e mësuesit, dhe ne po shohim të ravizuar figurën tonë tek nxënësit. Pra jemi të përzgjedhur nga nxënësit, dhe kjo është me të vërtetë e bukur të shohim tashmë, sepse është një konkurs markombëtar, dhe po shohim nëse shkolla Ndremjeda është përfaqësuar denjësisht. Ndërsa mësuesja e teatrit, konkretisht unë, është një ditë e enjte, 7 marsi është një ditë e zakonshme mësimore faktikisht, por më ka përku me temën e Lans, janë situatat me sikur, dhe unë kam menduar ndryshe që në sloganin festoj me ju dhe gëzoj me ju, ti dhuroj një buqet gazmoresh, me në qendër figurën e mësuesit, të prindit dhe të nxënësit, është ky trinomi pa cilin shkolla nuk do të kishte kuptim, dhe është si dhuratë pra për të gjithë mësuesit në këtë ditë feste. Në fakt emocionuese.
një konceptim shumë i bukur i kësaj dite që vjen natyrshëm. Vjen natyrshëm me ndjenjen e shkollës, të mësuesit, të nënës, të prindit, natyrisht nxënësi është në qendër. Në fakt gjithmonë e kam menduar, por kështu është që mësuesi nuk është thjesht një transmetues i dijeve, përkundrazi është një figurë, është një titull të jesh mësues, të ndikosh tek nxënësit. Në fakt si vjen tek ti ky emër, Genta, tek përditshmëria jote në shkollë? Është e vërtet kjo që thoni ju. Në pikë së pari, ne kemi detyrim moral, është përgjithësi morale, ti jesh mësues aq më tepër kur je prind vet. Unë ditë them këtë që eksperiencat e mia të para si mësuese i kam përjetu paralelisht me eksperiencën time si nanë. Unë kam rrit fëmijët e mi paralelisht me fëmijët e klasave kujdestari dhe atë që kam dash me transmetu tek fëmia jem, natyrisht e kam transmetu edhe tek fëmijët. Impenjimet e mia me fëmijët janë të dukshme, sepse edhe si natyrë jam natyrë shumë e përgjithshme. Unë fëmijën e quaj amanet nga prindi. Prindit ka besu ty loçke në zemër, s'ka besu dashnin më të madhe. Dhe normalisht unë e shoh detyrim moral dhe amaneti duhet mahet patjetër. Pra unë nuk e shoh profesionale këtë gjë, unë e shoh shpirtnore. Unë i marr fëmijët nga klasa e 6 dhe i rris deri në klasën e 9, kështu e quaj unë. Shoh problematikat e tyre fillimisht të klasave të 6-ta, grinje për një libër, për një fletore, për i laps, për i gomë. Pastaj i shoh teksa rriten edhe fizikisht, por fillon të ndryshon edhe karakteri i tyre sepse janë adoleshencë. Dhe unë përpiqem fort, domethënë të ndikoj dhe të jem drejtuese e problemeve të tyre. Për të ardhur pastaj te klasa e 9, unë kam një të 9 asi mjeti përshëndes fort, sepse e din që jam këtu. Është një klasë model dhe është eksperienca jame e parë me këtë klasë nga fillimi deri në fund në shkollën Remjeda, kështu që do t'i ruaj si kujtim gjithmonë. Është një klasë e cila me fëmijë nga familje të jashtëzakonshme, ka të bajnë shumë edhe familja këtu, me prind që më kanë mbështet fort. I kam çu deri në klasën e 9 me një mendim që t'i la gjithmonë grup. Kjo është ajo detyra jame, domethënë të shijojnë bashkë me njëri tjetrin gjithçka. Dhe tashti unë po rri pak si në hije, sepse duhet që edhe këto mujt e fundit, këto ditë e fundit t'i kalojnë bashkë, sepse janë që nga klasa e parë. Pastaj rrugët e tyre do të ndahen dhe nuk kam çati them më, tashti ato i din rregullat, i din të gjitha ato detyrimet që kanë ndaj shkollës, tashti po shijojnë faktikisht. Sa bukur. Ndërkohë që pjesa impenjative jam me ta është sepse janë prak provimesh. Unë jam gjule të rësi, jam lanë e parë dhe po përpiqem fort që t'i jap maksimumin në mënyrë që ata të kenë rezultatet të pritshme të tyre, sepse është një klasë me të vërtetë edhe që e dojnë dijen shumë, janë nxënës shumë të mirë. Dhe beso që në janar kanë fillu me më thanë zysh na ban disa ushtrime praktike që të përgatitena për provimin. Dhe unë nuk pritoj, sepse kur e kërkon fëmia vet, unë këtë kënaqësi kam. Pra, nxënësit e shkollës suaj janë shumë arsimdashës, janë njerëz të fëmijë të përkushtuar të mësimi, por ndërkohë edhe stafi përpiqet që natyrisht jo thjesht t'i ndjekin, por t'i udhëheqin në rrugën e tyre. Patjetër, unë përpara se të jem mësuese në këtë shkollë, unë kam qenë prind. Dhe për kushtimin e këtij stafi unë e kam pat pasqyruar tek fëmijët e mi. Ashtu. Po, dhe vajza është tashin matur dhe të gjitha ato bazat i ka marrë që nga fillorja deri në klasën e 7 kur kam shkuar, kam gjetë në klasë 7 vajzën. E vajza tjetër që është prapa aty, pra unë i shoh fillimisht si prind dhe pastaj si kolege, shkrihen me hallet, me problemet e fëmijëve, i drejtojnë ata. Është shumë bukur Merita që fëmia të mos ketë stopim kur vjen në shkollë. Nuk manipulon situatat. Jam dhe mdora, jam dhe mkama për mi pështu një orë mësimore fëmija në klasën tonë, kjo është, sepse dituria nuk jepet me dhunë. Dia merret me qef. Është shumë rëndësishme, madje unë edhe herë të tjera jam drejtuar shkollës suaj, ka qenë këtu mësuesja Alida bashkë me një grup nxënësish për projektet kundër bullizmit, ishin shumë të informuar dhe të afeksionuar ndaj këtij
fenomeni për ta luftuar, nëse u shpreha. Pra, gjithsesi është një punë e përditshme që bëhet. Në fakt shkon paralel. Një mësues lartësohet kur jep lëndën bukur, por edhe që është pranë fëmijëve. Unë nuk mund t'i mendoj të ndara. Ndërkohë që duke dhënë lëndën e gjuhës dhe letërsisë një nga lëndët bazë, do thosha, në shkollës, që sot jo sot, po gjithmonë kërkohet që gjuha të shkruhet bukur, të flitet bukur. Por duke i shtuar kësaj edhe lëndën e teatrit, që ju siç duket e keni mjeshtri dhe unë do t'ju quaja një mësuese artiste, nuk ka se t'jetë një ndryshe veçse një rrugë shumë e bukur, e përditshme për t'u blatuar. Kjo më ka plotsu, dhe me thanë, kjo lana e teatrit më ka plotsu edhe si person. Janë dy pasionet e mia t'jetës, dhe me thanë, dhe në momentin kur me kurrikulën e re u fut lana e teatrit, dhe mu besu mu kjo lanë, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Faktikisht kjo jepet vetëm në klasat e 6 për 35 orë mësimore, dhe unë po e shijoj bashkë me fëmijët. Ditë them merit që është një lanë e cila e vesh fjalën me fustanin e artistikes, dhe është bukur me edhe mu shpreh edhe me komuniku bukur me fjalën, me publikun, me të kalit emocionet, sepse nesër pas nesër ato do të përballen edhe me sfida të tjera, me njerëz përballë, me publik. Dhe është një lanë e cila mu më ka dhanë 2 momente të cilat nuk i harroj asnjëherë. Në klasën e 6B ishte eksperienca e parë në këtë lanë, sepse unë e mësova bashkë me nxënësit. Është lanë e re, pavarësisht pasionit që kam, është programit që diktohet aty. Me klasën e 6B sot është e 8B, së cilës unë i baj edhe mësimin e gjuhë letërsisë, kam vënë në skenë, brenda një klase, është një trup e vërtet teatrale, Gjaku i Arbrit. Dramën Gjaku i Arbrit. Dhe këtu ishte eksperienca jam edhe si regjizore, po them. Po si? Dhe të mash fëmijët e shkollës, dhe më thanë, me një vëmendje të përqendruar dhe të shohësh tek lotojnë në momentin e takimit të rinës me nanën, është një diçka jashtëzakonshme. Kjo është pjesa e parë. Dhe eksperienca e dytë e kam përjetuar vjet. Unë vitin tjetër bëj 20 vjet në arsim dhe nuk e kam përjetuar asnjëherë këtë gjë. Me klasën e 6C, sot është e 7C. Për 35 orë mësimore, në momentin që unë jam shfaq në klasën e tyne, është zakon që gjithmonë ata respektojnë mësuesin duke u çuar në kam. Ato janë çuar në kam dhe më kanë prit me duar trokitje. Dhe unë asnjëherë shumë emocionuese. Unë jam rënqeth sa herë që jam fut në atë klasë dhe gjithmonë nuk kam hi me kokën lart, po gjithmonë i kam përshëndet sikur përshëndet spektatorin në skenë. Dhe i kam pyet, mësuese, sa bukur, si ju shkoi mendja, domethënë, se më bani përshtypje. Zyrta na e dina tha që teatri, më tha një nxënës, na e dina tha që teatri është një lanë tha artistike, është art tha. Ti je tha prezantuese dhe arti dhe prezantuesi duhet priten me duar trokitje. Fëmijët jashtëzakonshëm. Një mbres, një përjetim shumë të bukura. Është një lanë e cila ne gjithmonë tash po flasim atë çfarë është reale, gjithmonë jena gëzuar kur mungon mësuesi. Po se. Vinë edhe më thonë, Zysh, për shkak kam një aktivitet ose diçka. Zysh, ku ishe Zysh, na ke mungu? Pra është një lanë e cila e bën mësuesin. Kjo është magjia. E lanës dhe më vjen mirë që është fut kjo lanë. Gjenta më ke emocionuar, vërtet. Shumë emocionuese. Ndërkohë që po të gërmosh ti vetë the, sepse një mësues duhet të ketë shumë pamje tek nxënësi. Duhet të jetë prind, duhet të jetë shok, duhet të jetë mik i afërt. Por ti veshësh kësaj edhe anën artistike është diçka mrekullueshme. Edhe për fat të mirë tek ti është kështu, sepse anën artistike ti e ke tëndën. Në fakt nuk u bëre sportiste, si baba ytë i mirënjohur i Selamit Dani, futbollisti i mirënjohur, mund të ishte edhe sportiste me trupin me shtatin e gjatë,
por i mshove fjalës, tingullit të saj, depërtimit të saj këtu në radio në fillim, e pastaj në skenë. Mund të më thuash pak, sepse sot u riktheve pranë mikrofonit të radios, një kujtim që të çon vite pas dhe natyrisht shoqërohet me emocione, apo jo? Tjetër. Faleminderit që më përmendet babi, në fakt është edhe figurë për mua dhe figura kryesore edhe e arsimit, sepse ishte edhe arsimtar, por vonë kam marrë vesh që babi kishte edhe talentin tjetër, si duket unë ja kam marrë këtë, pra nuk i kam marrë sportin, por pjesën artistike, dhe ai ka konkuru në Akademinë e Arteve në Tiranë, por midis dy pasioneve ai zgjolli futbollin. Një fakt që nuk e di nëse dikush e ka zbuluar. Jo, nuk e ka zbuluar, edhe unë rastisht e kam zbuluar sepse përbën lajm, po. Dhe rikthimi im në radio më solli në kujtimet, të thash edhe pak më përpara, dhe gjithmonë kujtimet që mbesin në mendje janë ato të fillimit. Unë kam qenë studente në vitin e parë në universitet, kur në atë kohë kujtohet ishte kulturë islame. Po, është vërtet. E lexoja në atë kohë dhe thjesht vija të premten paradite dhe shkoja përsëri në auditor. Nuk kam njoft askënd në radio përveç teknikëve. Po. Ndërkohë më vjen një telefonat pas dreke nga kryeredaktorja asaj kohe, Merita Noka, e përshëndes fort bashkë me Benin, Benzajmin. Më merr në telefon dhe më thotë, unë jam kryeredaktorja e radios, kemi nevojë për një speakere në dispozicion dhe do doje ti të vije. Thash, radioja për mua ka kenë kult dhe të basha pjesë e radios, unë kam kenë një gjuse e rregull të radios, kujtohet kur vija të radioja e vjetër, me emisionet tuaja pa fund. Nuk e besoja dhe të nesërmen u paraqita direkt në një emision të drejt për drejt që e për atë kohë dhe ishte Zana e Ndjer, Zana Dibra dhe Diana. Futem në studio, Zarana, dhe në atë kohë ato më japin një informacion, lexoje thot. Dhe ja kam ditë shumë për ner merit, sepse ishte provë direkte, prova jema e parë, kalova me sukses. Një mobilizim total, sepse po të rish dhe t'i lësh prapa e ke shumë të vështirë të futesh direkt. Dhe unë e vlerësova shumë këtë gjë sepse do të muloja lajmet, dhe lajmet ndoshta shpeshherë vinë edhe në momentin e fundit, dhe ti duhet të jesh e mobilizuar në çdo moment. Pastaj ajo që më mend në radio është një staf i jashtëzakonshëm, ne ju kena pasi modele. Më mend studio 1 në emisionet tuaja me ato figurat shquara të qytetit ton, me kontributet e tyre pafund. Dhe thash me vedi, si i koha dhe sot jam pjesë e emisionit Merita Sokolit, që për mua ishe një gazetare, modele, gjithmonë me marrë të fund. Ke patur gjithmonë një impostim të jashtëzakonshëm në mikrofon, me zërin e ngrohtë, dhe ke bërë disa programe me muzikë popullore dhe muzikë të kohës, që vërtet kanë ngjallur shumë interes. Është momenti që ti kujtoj tani, besoj se dhe dëgjuesit e mbajnë mend zërin tënd dhe emisionet që ti ke realizuar. Vërtet shumë gjë e bukur. Por gjithsesi e curia ishte drejt arsimit, fillimisht në fshat, e më pas të them të vërtetën, kur jam shkput nga radioja, nga komoditeti që t'jep studioja dhe të hipësh në furgon për të shkuar në rrethina, nuk ishte e lehtë për mua, por e di se e kam kalu prap në mënyrë artistike. Unë klasën gjithmonë e kam pasi studio numër 1. Por me një ndryshim të vogël, sepse spektatorin e kisha përballë. Kjo ishte edhe një benefit ndoshta. Dhe spektatori më shikonte tashti jo vetëm thjesht për të lexuar një lajm, por thjesht për t'i dhënë edhe dijen. Kështu e kam kalu, e kam suportu këtë pjesën, por më ka animu shumë edhe Lana, me cilën unë nuk jam das një moment. Tek Lana letërsisë kam preferu gjithmonë të krijoj në klasë spektakle, gjatë që ma bën të mundur edhe teatri sot. Ne shpesh herë kemi odën poetike, për shembull, ku të gjithë nxënësit angazhohen në mënyrat, në detyrat e tyre. Kemi juri, kemi prezantues, kemi gazetar terreni. Pjesa tjetër quhet publik, i cili jep opinionet dhe mendimet për ato aktorët, po i them në thojë, aktorë që interpretojnë.
Unë nuk jam da asnjëherë nga kjo pjesa. Nuk mund të shkëputet nga ai koncepti që unë mund të them që në fillim mësuese artiste. Ndërkohë Genda, prezantimi shumë breslënës, prezantimi yt në skenë me këngëtar, me koncerte të ndryshme, me këngëtar kryesisht të muzikës popullore, më ka bërë shumë përshtypje dhe vërtet kur të kam par nga së brendshmi kam duar trokitur për ty, një prezantim shumë i bukur, një prezantim shkodran i mishruar me artin, me muzikën, me këngëtarin, me spektatorin, nuk mund të ishte ndryshe një komunikim i tillë. E di pse noll kjo Merit, sepse u Shkodran, flas se këtu i kam pas ato sukseset e mia dhe dashurinë time më të madhe, janë 5 edicione. Shkodran është një nga kryeveprat e trashëgimisë kulturore shqiptare, dhe unë maj përgjithësinë mi shpatullat e mia që ta transmetoj siç i ka hije këngës, amël, bukur, e kam përgjithësi temen, kur veshja të kostumin popullor, është përgjithësi. Sa bukur të shohësh në skenë kur prezanton, vërtet diçka shumë e bukur, por fjalat e këtij është shumë e rëndësishme të shqiptohet bukur, thjesht, e drejt për drejt, me intonacionin e duhur, ashtu siç ti e jep edhe tek radiolibri, tek volumi audiolibri. E përshëndesim zonjën e nderuar Violeta Volumi që ka dhënë një akses të tillë njerëzve të dëgjojnë libra, të dëgjojnë, dhe një nga ato që flet është Gentian Adani, Daka. Është eksperiencë shumë e bukur, e kam fillu bashkë me zonjën Violeta në fillimet tona, dhe më thanë e majmën që studio ishte dhoma jonë. Dhe është bukur që ta transmetosh fjalën tek ata persona të cilët ndoshta nuk kanë mundësi ta prekin librin vetë. Kështu që është një kontribut vullnetar dhe për tu vlerësuar fort. Dhe unë gjithmonë jam pjesë e këtyne kontributeve vullnetare, në takon, kena detyrim moral dhe qytetar. Gjë shumë e bukur. Ke realizuar disa nga leximet në audiolibri? Zvajkun, Mark Twain, poezi të ndryshme, epin e Gilgameshit. Ndonjëherë kur edhe frymëzohem, dhuroj diçka nga autor të ndryshëm. Së fundmi kam dhënë një po e quaj pros poetike të Pjaver Kronit tek aktiviteti që ishim bashkë. Një rikthim, deja vuja fantastike. Aty pra ku unë frymëzohem dhe një vedin se jam tek pjesët melankolike ma shumë, aty jap maksimumin, ja dhuroj me njëherë audiolibrit. Unë me siguri e ndjej që dikush që po na ndjek kërkon të interpretosh diçka ose të deklamosh. E kam menu këtë pjesën, me qenë se jena dhe në prak festave, kryesisht tek festa e 8 marsit, tek festa e nanës. Merit gjithmonë unë këtë fest e kam lidh me nanën. Nanën kam quajt gjyshen. Besoj se e man mend. Një grua e shkaft, një gru e jashtëzakonshme, e pastër, e bukur, me ato sytë e shkrum, e cila më ka rrit, më ka eduku dhe kishte si besim tek unë. Ndonjëherë edhe te pronte dhe unë mërzitesha sepse isha e re, po e dija që në vetvedi dosha përsëri me e pas si ullrëfyse. Dhe sot kur jam nanë fëmish, unë e shoh vedin tek përmend çdo fjalë të saj dhe tham nuk më kanë hi nga një vesh dhe më kanë dal nga tjetri. Por ato kanë zanë rajt e kun, është nana e shtëpisë, është gjaku. Po kështu edhe gjyshja nga mami që e kam gjallë dhe është e fort. Po, nana Titja. E paci për shumë kohë. Të cilën gjithmonë e kujtoj kur shkonim tek gjyshi. Merte me njëherë me na sejdis, me petulla. Sepse e dinde që ishte knajtësia jonë. Kështu që unë kam menu që ky leximi jemi, ky prezantimi jemi sot këtu të vi për të gjitha nanat, gjyshet, se në fundit mamat e kanë për detyrë me rrit fëmijët e tyre, por për nanat është pak sakrificë për gjyshet, sepse vjen mosha. Pavarësisht se është bukur, po është mosha, dhe unë duke hulumtu në internet për para disa vitesh, kam majtë shënim një esej, po i them, dhe thash kush do t'jetë ky autor, sepse nuk ka as autor, nuk e di kush është, tash që më kam lell gjitha mendimet e mia dhe i ka përmlell kaq bukur që unë t'i interpretoj dhe t'ua dedikoj të gjitha gjysheve. E do doja nga regjia në kolekt po që na ndjekin pak muzikë.
Ata nuk kanë pasur kurrë një gjyshe si ti. Një duar trokitje së brendshme, një duar trokitje pa fund për interpretimin, por edhe për këtë deklamim kaq të bukur që e solle figurën e gjyshes, të nënës, të gruas madhështore, ashtu siç është. Genda vërtet që në disa qaste shumë breslënse këtu në studio, shumë emocionuese do të thosha, sepse vetëm një femër, një nën, një mësuese, diti transmetoj kaq bukur. Dhe një artiste, natyrisht. Jemi në prak të kësaj feste dhe natyrisht siç e nisëm bisedën, ajo në shkollën tuaj ndjehet shumë e bukur, por edhe në gjithë të zemrat e njerëzve që jo vetëm na ndjekin, po që ecin rrugës si të zakonshëm, por që brenda mbajnë një histori të madhe, të bukur, si këto nëna që ne duken shumë të thjeshta, po që janë madhështore. Deri në madhështinë e tyre. Unë takova sot njërën prej tyre. Është Genta Dani, Gentiana. Faleminderit shumë. Të uroj që kujtimet e festave të 7 dhe 8 marsit të mbeten të pashlyera. Nuk e di nëse ka mbetur ndonjë gjë vogël për të më thënë për këto kujtime, për këto mbresa të festave. Çdo 7 mars me të vërtetën ka pas kujtimet e veta. Gjithmonë ato buqetat e luleve të sjella me kaq dashuri nga nxënësit apo dedikimet, por ajo që më ka bërë përshtypje është se në të gjitha dedikimet që mbajnë mu, është se kanë arrit të depërtojnë në 2 gjana, të cilat unë siç duket i kam transmetuar tek ato dhe më vjen mirë për këtë gjë. Gjithmonë në dedikimet e tyre më thonë ti je mësuesja që punon me shumë pasion dhe je e drejtë. Dhe kjo më vjen mirë sepse ato njihen të barabartë dhe kjo është sfidë për çdo mësues, të njihen të barabartë fëmijët në klasë përpara teje. Që e bukur. Faleminderit shumë për ndërkohë që presim festën pas pak ditësh, 2-3 ditë, dhe natyrisht ajo do të ketë surpriza, por dhe ti do t'i bësh surpriza nënës tënde. Po patjetër, kam nanën edhe gjyshen edhe vjerrën, gjyshen e fëmijëve të mi. Po, gjë e bukur, festa e mendoj grave. që kjo është një dhuratë shumë e bukur, meqense se do t'ia dhuroj edhe audiolibrit për të gjitha nanat shkodrane dhe shqiptare, për kontributin që kanë dhënë në jetë, se është një kontribut shumë i madh. Sigurisht një gëzuar edhe për ty e dashton. Faleminderit për shumë. mundësinë që më dhe me nda, kjo është intervista e para jam dhe kjo është një kujtim shumë i bukur për mu për 7 mars dhe për 8 mars. Edhe për nga ana ime ishte vërtet një takim i veçantë që besoj ka ngjallur edhe interesin e ndjekësve tanë. Në këto momente shoh që nëpërmjet faqes sonë në Facebook Live Radio Shkodra kemi shumë ndjekës dhe na përshëndesin. Unë të falenderoj shumë që ishe sot. Vërtet që një takim mbreslënës, me shumë ndjenjë, me shumë të veçanta rreth figurës së nënës dhe mësuesit, se si kjo figurë është një qendër e jetës së fëmijëve. Të falenderoj shumë Genda. Faleminderit. Dhe të uroj gjithmonë këtë përkushtim, këtë pasion që të ke për punën e përditshme dhe këtë përgjegjësi që të ke tek nxënësit dhe fëmijët tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.